E kishte të vështirë Zoti t'ja bënte të qartë gjithë botës për ekzistencën e tij, por u mjaftua, thot, duke dërguar profet vetëm në lindjen e mesme. Zoti i gjithësisë nuk ka të vështirë asgjë. Allahu i lartësuar na ka dhënë shembuj të shumt që tregojnë për ekzistencën e tij. Malet, qiejt, ndryshimi midis natës dhe ditës, krijimi i qiejve dhe tokës, inne fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Me të vërtetë në krijimin e qiejve dhe tokës, në ndryshimin midis natës dhe ditës. Janë argumente këto që tregojnë ekzistencën e Zotit. Syt mball janë argumente që Zoti ekziston. Nuk krijon dikush më mirë se sa Zoti i gjithësisë. Mediton këto gjëra. Allahu i lartësuar na ka sjellë në këtë dynja si provim për ne. Dhe ne jemi të lirë. Do beson, nuk do nuk beson këtë botë. Nëse Zoti i gjithësisë do të na kishte bërë të gjithëve besimtar, pra do të ishte si një lloj njeriu, pra do të ndjek një rrugë si imponuar, do të thosh, dhe nuk do të kishte kuptim as shpërblimi. Por ne në këtë botë jemi të lirë. Dikush beson, dikush mohon, dikush bindet, dikush kundërshton. E në botën tjetër vjen pastaj shpërblimi. Ndërsa për sa i përket profetëve, çdo popull ka pas profet. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Nuk ka popull vetëm se ka pas në të dërguar. Por disa prej tyre ne i dim, disa nuk i dim. Allahu i lartësuar tregon në Kur'an, ku thot, ka prej tyre që ti kemi treguar dhe ka prej tyre që nuk ti kemi treguar. Por kjo nuk do të thotë që nuk ka pas profet. Ka pas profet, të cilët kanë ftuar në të mira. Dhe njeriu ka logjik. Kërkon, lexon, studion. Prandaj unë të ftoj edhe ty që ti thrasësh mendjes, të reflektosh, të marrësh të lexosh Kur'anin, të kthehesh, ti bindesh të Madhit Zot, të adhurosh Allahun e lartësuar, sepse kjo është ajo që do të bëj dobi ditën e gjykimit. Atë ditë nuk bën dobi as pasuria as fëmia. Ajo që të bën dobi atë ditë është besimi, është adhurimi Allahut lartësuar. Është pasimi i profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Prandaj unë të ftoj që të reflektosh, të ftoj që të adhurosh Allahun e lartësuar një të vetëm.